Një pyetësor kështu, muzika apo mali? Okej. Kush ju shpëton më shumë nga stresi që ja shkaktoni njëri tjetrit? Kush ju shkarkon më shumë nga stresi? Kur shkoni në mal apo kur kënoni? Mal. Në mal. Mua dhe gitarja, drejti ku. E kam një trip kur buram nervoz ose diçka. Njëherë marr gitarën, edhe pse nuk i kam nervozat kështu. Jam tip ma i but. E marr gitarën edhe nuk ndëgjoj fare hiç. Fol të ditën me mua që aty rri deri sa të më kalon jam. Do me thënë, njëni mali, njëni kitarja. Tani, ku grindeni më pak? Në mal apo në muzikë? Qa është kjo? Mu grind. Qa është kjo mu grind? Ku përlahemi? Se dim na që të në kësë kemi. Në fakt, që kjo nuk në aleni me u grind asë njerë. Edhe nëse ndodh me pas diçka diskutime me zveti, gjithmonë duhet me fol me zveti, si i kena punë që duhet me fol. Kështu që nuk mujna me majt as distancë që me u idhnu ashtu edhe mos me fol në ashtë se s'na lena as puna me u distancu. Kështu që rrallë herë ndodh, edhe kur të ndodh shumë shpejt kthehemi se do të me vazhdu me punën. Okej, e ku jeni ma romantik? Në mal apo në skenë duke këndu? Zakonisht në mal, edhe kur jem vetë. Ja, tash kur jeni vetë ato për dit, Kur jemi vetë në mal. kur jeni vetë në mal, sikur kjo video që ishte për mduket të Maja e Rupës, ha? Po. Dhënë aty. Okej. Pajtohesh? Po. Pajtohem. Ku do të mbijetonit ma gjatë pa njëni tjetrin? Heq. Në mal apo në muzikë? Shumë pyetje pa lidhje. Nuk më vjetojnë. Jo, po nëse kish ardhur puna me mbijetu ma gjatë vetëm, pa njëni tjetrin, ku kishit mbijetu ma gjatë? A në mal? A në skenë? Se di. Unë nuk kam. Kjo hiç. Nashta në muzikë. Ndoshta në muzikë. Po. S'po du mu përgjigje që... Okej, tërhekim pyetjen mbrapa. Kush e merr rolin e liderit të ekspeditës? Edhe kush të artistit? Tani Gujt e licencuar është. Gjithmonë e ka rolin kryesor Drenica. Edhe në klubin shoqatën që e kemi të Edhe në mal edhe në muzikë? Edhe në shoqatën që e kemi përbashkët Drenica është kryetare. Edhe gjithmonë lead guide është Drenica. Edhe në muzikë, po, unë jam gjitha i mrapa që i kontrollon. Qa i ke bo këti tigri, maj? Unë e këmë thonë shpesh herë. Qa i ke bo këti tigri? Shpesh herë këmë thonë se durimi më ka mësu shumë për muzikën, edhe unë e mendoj që e këmë mësu durimin për malë, kështu që së të e kemi gjithë atë gjuhën që të dëtë jemi të mire edhe në muzikë edhe në malë falë që sajtë.